Dezinformimi është shumë i sofistikuar, ata veprojnë në mënyra të ndryshme. Por ne kemi të dhënat se cilat mediume shpërndajnë dezinformata në Rusi, si plasohen disa prej tyre tek mediumet në gjuhën shqipe ose në gjuhën serbe në Kosovë. Mediume ruse kanë përdorur edhe video të institucioneve tona, të policisë së Kosovës konkretisht. Target kryesor i dezinformatave ruse është komuniteti serb në Kosovë. Por megjithatë, ka edhe raste kur publikohen në platformat të gjuhës shqipe lajme të dyshimta që nuk ju dihet pra se prej ka është burimi, nuk dihet se kush ka dalë si që tha edhe Meti, fillimisht ai lajm kush e ka plasuar dhe kështu në platformë krijohet një amulli dhe kjo veç mas ka ndodhur në rrjetet sociale dhe ne si partner që kemi qenë të një rrjeti rajonal për luftimin e dezinformatave kemi pasur në disa raste kjo ndodhet shpesh në kohë tension ose në kohë për shembull kur ka le të themi zhvillime politike, sikur aktualisht që kemi në Kosovë, ta marrim vetëm shembullin dje ka pasur vëllim të madh të lajmeve, tash nuk dihet nesër në këtyre lajmeve se kush ka prodhuar. Shumica prej tyre ishin keq informata, dezinformata. Që sigurisht Rusia ka interes që këto paqëndrueshmëritë politike që janë qoftë në Kosovë, qoftë në rajon, ata të shfrytëzojnë përmes plasimit të lajmeve të tilla, që shpesh është vështirë për me le të themi identifikuar se prej nga vijnë që në shumë të rasteve janë kryesisht në rrjetet sociale, për shkak se ato lajme që prodhohen dhe që plasohen në platformat tona ne e dim. Jemi qartë, dezinformimi është shumë i sofistikuar, ata veprojnë në mënyra të ndryshme. Kur e kanë target komunitetin serb, ata prodhojnë lajme të tjera. Kur është target tek shqiptarët, përdorin edhe sentimentin fetar ose aspekte të tjera. Çka është qëllimi i tyre me çto dezinformata? Çka është qëllimi? Qëllimi primar i tyre është me shkaktu tensione, ose tensionet ekzistuese në formë me i fry sa më shumë, edhe me kriju sa më shumë paqëndrueshmëri politike, tensione ndërretnike, a jemi të fol edhe brenda shqiptarëve mes veti. Synim primar është nxitja e konflikteve, tensioneve ndërretnike. Për shkak se kjo është dëshmu domosht kaluar. Veçanërisht pas nisjes së agresionit mbi Ukrainë, ku kemi parë që paralelisht me luftën në Ukrainë, dezinformatat ruse kanë qenë shumë aktive në rajonin e Ballkanit Perëndimor me fokus të veçantë në Kosovë, pikërisht për shkak të një komuniteti serb që e kemi edhe për shkak të atyre lidhjeve historike që Rusia i ka, edhe din që duke prodhuar informata të rreshme ose informata të manipulueshme për komunitetin mund të ndikojnë, që faktikisht kjo ka ndikuar. Kemi pas një databazë të përbashkët që ku aty futen të gjitha linqet, të gjitha media të dyshimta, identifikojnë individët. Për shkak se kjo nis fillimisht prej individëve. Është publike kjo databazë me dash njerëzit me. Jo, databaza nuk ka qenë publike, për shkak se ashtu ka qenë dakordim fillimisht me partnerët e këtij rrjeti, po ashtu edhe me donatorën që të mos bëhet publike, por ne kemi të dhënat se cilat mediume shpërndajnë dezinformata në Rusi, si plasohen disa prej tyre tek mediumet në gjuhën shqipe ose në gjuhën serbe në Kosovë, kush janë individët që shpërndajnë dezinformata. Është interesi publikut me pas akses, edhe i komunitetit gazetarëve, të cilët po dojnë zene që po nisën prej parimit që dënë me përmirësu raportimin e vetë, kur t'i shesh këto informata, edhe dënë me po, cilat janë sajte dezinformata. Vendimi një nivelli tjetër, megjithatë ne kemi prodhuar raporte periodike të monitorimit të media, ku zakonisht mbështetër në këto identifikime, në këto hulumtime që i kemi bërë, ose mbështetër në databazë, ne kemi përpiluar edhe raportet e monitorimit që i nxjerrin le të themi këto dezinformatat ruse. Nga ajo që kemi parë, në përgjithësi tek pjesa shqiptare ka një rezistencë për të konsumuar lajme që vinë nga Rusia këtë radhë për shembull. Por megjithatë ka shumë rezistencë e lexuesit, a jetu fol rezistencë nga portalet me prej lexuesit, si për portale nuk e di, ne mund të ketë portale qëllime të caktuar që ata marrin lajme nga Rusia dhe i plasojnë. E kanë fjalën tek lexuesit, për shkak se çka do që vjen nga Rusia, për shkak të orientimit ton pro perëndimor. Por megjithatë, unë thash se Rusia ka gjetë forma si me plasu këto informata. Ata shpesh e përdorin edhe sentimentin fetar, ta them. Dhe kjo veçanërisht në rrjetet sociale përmes chatbotëve, ku shtyn ta them një vendim që na ka rastisë kaluar me pas se si ta them Putini ka dhënë një deklaratë pse nuk ka qenë e vërtetë për muslimanët se si u krijon lehtësira muslimane, se ata e dinë që është një shumicë muslimane në Kosovë, edhe përmes përdorimit të këtij sentimenti, efektiv potencialisht mund të ndikojnë edhe tek komuniteti shqiptar. Por tek serbët është mënyra tjetër si ndërtohen narracione që janë totalisht dezinformata. Për shembull, gjatë verës kaluar ka pas rast kur mediume ruse kanë përdorur edhe video të institucioneve tona, të policisë së Kosovës konkretisht, e kanë marrë ishte periudha e zjarrvënieve, edhe në formë kanë postuar atë duke thënë se ja se si po digjen shtëpitë e serbëve në Kosovë, në veri dhe ka një terrorizëm ndaj serbëve. Pra, ata shkojnë në ekstrem kur vjen puna tek nxitja e konflikteve ndërretnike, që në disa raste ka funksionuar. Dhe ka një le them një ndërveprim mes platformave ruse që plasohen këto informata dhe platformave online. E që te komuniteti serb kryesisht dhezin platformat në kanalet e Telegramit. Janë disa
profile, disa që janë të njohura, domethënë që janë, le të themi, të qendër ekosistemit të dezinformimit të rrës, që masanej ato shpërndahen dhe kanë ndërveprim me kanalet lokale, qoftë në Telegram, qoftë në rrjetet sociale apo edhe në media. Dhe kjo ka qenë ndikimi kryesor pra që ka ekzistuar çreprenitjes së agresionit.